festë madhështore. Të nderuar gjyqtar, për gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju i keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtetë që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shpreh keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë. Me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schroeder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënimin e mungesë. Prandaj duke i parë masakrat ndaj popullit tim, unë, si dhe shumë të tjerë, nuk mund të qëndroja indiferent. Vendosa të kthehem në Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe populli im përballej me shfarosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar, Prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit të Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtetë, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për liri. Është ofendim për dhjetra mira viktimat e pafajshme të vrarë gjatë masakrave. Është ofendim dhe padrejt edhe për përpjekjet e NATO-s dhe aleancës perëndimore me të cilët unë bashkëpunova ngushtë. Të nderuar gjyqtar, me lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, a më bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është rënd ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë.
Unë nuk isha i sigurt nëse du të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtreja kontrol në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: morja kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, ama plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit. As kuj tjetër. Shqiptarët nuk ushtronin pushtet, është paradoksale. Ata shtypeshin nga pushteti i Slobodan Miloševićit. Misioni ynë si popull ishte i qartë: mbijetesa, liria dhe paqja. Unë nuk isha fare iluzione. Por, shpresa e jone vetme për shpjetim ishte bota demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Prandaj tërë fokusi im ishte ndërtimi dhe forcimi i kësaj aleance. Për këtë qëllim, unë udhtova në shumë kryeqytete për t'i bindur për kauzën tonë të drejtë në Bruksel, Londër, Berlin, Paris, Bern, Oslo, Vjenë dhe vendet e tjera. Por kudo që isha në kontakte vazhdueshëm me zyrtarët e administratës